Vjeç dimër 2025, siguroni me këshqyr deri në fund për me kuptu notën sa po e vlerësoj këtë album. Sipas menimit tem, gjithmonë, qysh prej këngës të parë, veç vet, po i adreson problemet e jetës private, ndarjes me gruan e cila e mban qikën tash, po foli çka po thot vet buta. Ky trek është një farë tendencë me tregu edhe anën e vet stories, gjithmonë të marrë përgjegjësi për veprimet e veta. Treku tjetër është kërsh, është interpretim fantastik i një jetë të çfrenume, mirë po që përshkruan rezultatin final të çfrenimit e që nuk është qaq fun se sa mundet me u dok. Është një epilogu i një jetë rrmuj, pa gru, pa fëmijë, vetmuar edhe tu mundu me vra me kill the pain, qysh me thonë me vra dhimbjen me substanca. Është shumë interesant për zgjedhja e tij e instrumentalit, i cili pavarësisht temës tepër tresht edhe delikate është e ofruar me një formë që kqyr me relativizu përmes tingujve gati parodik edhe pak komik, që e balancojnë seriozitetin e prisht me relativizimin që e sjell durimi edhe mendimet që sigurisht se ka me u bo mirë ndërkohë. Interesant që më pëlqej shumë si trek. Qa kemi tutje e ka esterike, featuring Renaissance, që do me thonë që të më rinat e konga e parë që menoj që është filler, nuk menoj që ka qenë e nevojshme me u përfshi edhe që kjo kongë, pasi po duket sikur janë lafet shtesë me ma pak pesh edhe ma pak rëndësi që kanë tepru prej dy kongëve të para, e që janë përfshi këto. Instrumentali është nice, ama thjesht menoj që është e tepërt edhe lehtë e harrueshme, plus Renesanca këtu e ka versin më adoptim prej krejt features të albumit, një duket që flet me një thellësi të sforcuar, të panatyrshme sipërfaqësore edhe shumë shpesh i avrej që qasje kur munohet me fol rreth life struggles, mirë po lacks big time se nuk e ka bagazhin e as eksperiencën e duhur me të bo me u mishëru me të, me sfidat e saj edhe me qito struggles, cilat buta i nënvizon për mrekulli edhe realisht kam peshte ti. Konga tjetër është Goals, është një tjetër trek emocional që shtjellon raporte private të butës me qikën dhe me vllajin, disponim që e përcjell krejt pjesën e parë të albumit. Nën kongët e para janë dedikume për stinën e vjeshtës, tutje është qa ka tjetër, Kristalinja prej të mirave në album, kemi fol gjëre gjatë për të, edhe ma herët është top tier se cilën aspekt, tema, disponimi, lirika, sound, instrumentali. Tash, unë realisht menoj që kongë ma të mira të vjesht dimër 25 i kena ngu halo pa dal albumi, që ato që i ka qit para prakisht me spote i jenë ma përpara se këto tjerat. Mirë po, që kjo definitivisht nuk vlen për kongën e radhës, Got mit uns, a jem të edhon mirë, gjermanisht, ose Zoti me neve, me përkthym shqip. Këtu e vrejna një qasje tipike të butës ku tregohet filozofik rreth jetës edhe delikatesës të saj që enkapsulohet me ato që stëdojnë edhe lutën tjertë për downfallin tënë edhe sa të rëndësishëm janë këta njerëz me të motivu edhe me vazhdu tutje. Njëj që e shohim si motivim ekstra të butës me pështy lafe super strukturume me pesh për gjatë këti treki. Prej kësaj konge tutje me 900 Moons e cila është fire by the way, rëgjasht edhe muri, buta shkon të u bu ma agresiv me sound edhe me performu në melodi më të sofistikume, masi të çlirohet e ki përshtypjen prej ndjenjave që i hek prej shpatullave në 6 kongët e para. Këto vlen me u cek që Elo te Rëgjashi është absolutisht flok, definitivisht e ka pas versin më të mirë prej features në album, në momentin që janë nis me marrë hapin me Elon, të rritët për brenda, nuk tingëllon si kërkush tjetër, nuk deliver si kërkush tjetër edhe nuk menon si kërkush tjetër. Tutje vazhdon pjesa e dytë e albumit që është e supozuar për me u mbu dimrit, Joda është super hard, treki i parë i dimër, soundi pa kapshëm, vibe shtiri arritshëm prej një artisti tjetër, plus Ago këto është në super element. Ago din mu fry edhe kur pështy një herë me kom përshtypjen. Realisht unë menoj që pjesa e dimrit është pjesa më e mirë e albumit. Ato që spikatin për mu janë Joda, For Real, ose Free Rifa, se dikush më tha ka mujt potencialisht me pas For Real edhe Free Rifa, Sor edhe Fuck You Money.
fëm ose fuck you money. E buna edhe një status për fuck you money, bile po të bën me u një fukara kur pengën, edhe po të bën me u një ketë që si e i pasën. Te ZPF një shoutout i veçantë për banën që e kryen punën e vet, qysh do të këto. Biti i ski është po ashtu fantastik. Çiki është pak a shumë veç ka menojën për secilën këngë, në fund sa i përket vlerësimit numerik, cilat gjithmonë janë problematike për me u pajtu secili prej juve. Unë e vlerësoj këtë album 8 prej 10-ve, shumë përpara pranver 25, mirë po prap inferior prej Vjeç Dimër, ekuivalent, do me thonë, me homologon e Vjeç Dimër të vitit 2017. Vjeç Dimër 25 për me ngërthy kështu për me shpjegu në fund me pak fjalë është një album solid edhe kogja konceptual me disa kulme të shkëlqyshme për mu që e bujnë diferencën, Kristalin, Yoda, R6, mos të folëm për Sorre, për For Real. Pjesa e parë është emotive dhe pak ma e thellë, ndërsa pjesa e dytë po duket sikur po e çliron vutën sound, edhe po e bën ma agresiv për gjatë këtij fragmenti ose kësaj faqe tjetës të vet, ose këtij këndvështrimi tjetës të vet. Çika shpej me njerëz, mos harroni, unë jam Burim Pacolli te Pozhegu Brothers, siguroni është sponzori jam general, siguroni me vizitu, i gjeni ofertat ma të mira rreth patentshmërisë, qoftë shtëpia, qoftë banesa, pozhegubrothers.com e keni edhe numrin këto. Unë jam Burim Pacolli, mos harroni me që ta më gjeni në këtë platformë.